Shumë prej pushuesve vendas dhe të huaj, por edhe qytetarët të Vlorës zgjedhin për pushim me bregdetin e plazhit të vjetër, ku siç tregojnë edhe vet pushojnë aty për të shmangur sadopak zhurmën dhe fluksin e lëvizjes që ka në lungomare, apo edhe në radhim Orikum. Pushuesit që gjen në këtë pjesë të bregdetit të Vlorës janë ata që vinë në plazh me familjen, me fëmijët e vegjël, dhe për shkak të thellësisë të pakët në breg, ky plazh konsiderohet ideal për ta. Shumë janë edhe të moshuar që zgjedhin këtë bregdet për rërën që e cilësojnë si kurative për probleme të shëndetit si reumatizma, ndërsa drejtuesit e automjeteve tregojnë se e vinë në plazhin e vjetër pasi ka më tepër parkime dhe i shmangen trafiku të rënduar të verës. Për plazhin, bregdetin kanë përshtypjet më të mira. Plazh me kum, është më qetë, lëvizja shumë s'ka akoma, si vjetës është dobët. Mirë, si vjetës e kuruar, mirë. Tu është mirë. Po, janë 15 ditë akoma. Të vinë ta vizitojnë, sepse Vlora është një perl, pavarësisht ka dhe probleme, ka dhe gjëra që duhen zgjidhur, por që ja vlen. Plazhi i ri atje nuk e ku lë makinën një dhe s'ke ku bën plazh, s'ka atje janë. Janë zënë nga shezonët. Këtu ka hapësirë plot. Po e familjare djetë. Fëmijët e vegjël më mirë akoma këtu bile. Ndërsa andej kush kemi vajt andej. Patjetër, po dy dieta apo. Po atë njerëz s'ke ku lë makinën. Edhe sikur në këmbë të vesh s'ke ku ashtu plazhi i mirësh. Plazhi i mirë. Po. Patjetër ne. Po ashtu jemi ne. Ashtu. Shko, e tham dhe në fillim që e para ishte parkimi njerë, që nuk gjenim dot parkim, ose venim në Zvërnes, ishte prisha i vendi që venim, edhe gjetëm këtë këtu. Jo, ne kemi bërë, kur ishim të rinj, këtu jemi rikthyer tani që në këtë moshën e thyer. Në Vlonjate shikojmë ndryshimin çdo ditë bile. Kur dalim në lungomare për zotin, vetëm të huaj dëgjojmë më shumë se sa Vlonjat. Vlonjate të rim deri në shtator. Fundjavave i kemi kështu, edhe kur mbaron sezonin e vim. Frekuentojmë sa më shumë, të vijnë sa më shumë në Vlorë. Deti pastër, këtu është shumë i pastër, si vjet nuk e di. Aktualisht nuk ka qenë. Qyteti shumë mirë, plazhi mirë i pastër, sepse në radhë parë këtu ka pastërti dhe njerëzit janë të edukuar, të kulturuar, plazhi është shumë i pastër dhe ne jemi mësuar me këtë territor të plazhit vjetër. Këtu janë të gjithë familjarë, e të gjithë të edukuar dhe kur konsumojnë ndonjë patatinë në një gjë, i hedhin te kosha mbeturinat, që ne jemi shumë të kënaqur. Pushuesit të zgjidhin Vlorën, se Vlora është perl, Karabrun, Sazan, det, rër, prap shpellefikut në Kanin, kështu që këtu është tamam për turistat. Bregdeti i plazhit të vjetër, por edhe Zvërneci janë cilësuar si ideal për të moshuarit dhe kryesisht ata që pushojnë me familjen, pasi kanë hapësirë të bollshme ku mund të luash. Deti me më pak thellësi ul rrezikun për të vegjëlit dhe u jep më tepër mundësi noti, si edhe rëra, dielli dhe klima kthehen në faktorë të përmirësimit të shëndetit të tyre.